Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka hapur hetim kundër drejtorit të geriatrisë Muhsin Arifi, i cili dyshohet se ka marrë rishfet prej 20.000 eurosh për të shtruar në spital një pacient. Në hetim është i përfshirë edhe një person tjetër i cili sipas prokurorisë i ka ndihmuar drejtorit në realizimin e marrjes së rishfetit. Pacienti i cili është dashur të shtrohet në spital ka qenë i sëmurë nga disa sëmundje dhe ka pasur rekomandim që të ketë kujdes spitalor në spitalin e geriatrisë. Megjithatë, edhe pse drejtori ka qenë i obliguar ta shtrojë në spital, ai ka kërkuar rishfet në vlerë prej 100.000 eurosh. Drejtori sipas prokurorisë, në një takim me dëshmitaren e rastit, ka deklaruar se është informuar se pacienti ka gjendje të mirë financiare, ndërsa ka premtuar ndihmë për shtrim në spital nëse shpërblehet me 100.000 euro. Dëshmitarja ka reaguar se ato janë shumë para, ndërsa drejtori ka propozuar që pacientit t'i shitet pasuria, konkretisht banesa. Siç njofton prokuroria, më pas është realizuar edhe një takim, në të cilin është rënë dakord që drejtorit t'i jepen 20.000 euro që të shtrohet pacienti në spital, ndërsa nëse pas kontrolleve konstatohet se ka prona shtesë, të sigurohet shuma e përgjithshme prej 100.000 eurosh. Ndihmësi dhe ndërmjetësuesi i drejtorit ka shkuar në automjetin e gruas dëshmitare dhe në emër të drejtorit ka pranuar 20.000 euro, pas çka në vend ngjarje është kapur nga zyrtarët policor. Prokuroria ka propozuar mas paraburgimi për të dy të dyshuarit.